ta falenderojsh Allahun xhallahu ala e mos me mohu atë. Jo me mohu ekzistencën e Allahut azza xal. Jo me mohu Allahun si Zot, jo, sa ato të parën e kallzum, atje është besim. E çka mos me këtu çka mos me mohu? Mos me mohu kur se gjitha begatit, e mirësit, e lehtësimet, e dobit i kipi Allahut azza xal. Kur të mos e mohu? Gjithmonë pranoje. E pranimi të ndërnozën në kupton me e falëndru Allahun azza xal. Me qenë falëndrues. Besimi është, besimtari është falëndrues ndaj Allahut mënduar përmes zemrës tim pari. Në thellësinë e shpirtit e pranon se Zoti jam është Allahu. Dhuruesi begative është Allahu. Këta ujë, këtë jetë, këtë shëndet, këtë familje, këtë mirësi, këtë dëgjim, këtë pamë, këtë mendim, këtë gjitha. E shumë tjera që nuk mund t'i numërojmë, janë nga Allahu azza xal. Allahu xhallahu ka përmendur se çdo begati që e gëzoni nga Allahu e keni. Zoti ja ka dhënë.